Sa keni pasur kohë ta ndiqni këtë kampionat, se gati erdhi fundi? Shumicën e ndeshje kam përcjell për veç ato që ishin mëngjes, 3 mëngjesit. Pse për desha më qua? Jo që për desha për ishin deri voni. Edhe besoj që ky kampionat na ka dhuruar një futboll jashtëzakonisht mirë dhe çdo lojë ka qenë lojë që na ka dhënë përshikues interesant, se konkurenca ishte jashtëzakonisht dhe nuk ishte favorit të mëdhej, jashtëzakonshëm parasysh të gjitha çak edhe ekipe shtetet e vogla të Afrikës, ama luajtën aq mirë që ishin të barabartë me ekipet që janë si të Evropës, sidomos Angli, domthonë edhe për Brazil, po folëm edhe për Francë, Spanjë. Domthonë është nivelizuar futbolli. Edhe gjithë vendoshin ose pjesa e dytë ose vazhdimi i minutave shtesë, dhe jemi kënaqur me futbollin që do të treguar. Po ti ke ndonjë skuadër që të ka pëlqyer prej fillimit? Ose që bën tifo për atë? Po tifo kemi qenë, që ka dhe me kolegë më herët, gjithë kemi qenë për Zvicrën për shkak Gjakës që është shqiptar, i cili një shqiptar futboller që edhe Kosovën e ka përmendur